Përshëndetje dhe për zemërta për gjithë abonentët e platformës kujtesave të Art Motion. Jemi së bashku me pamje nga Karagagji 5, ku kjo palesër të pret edhe klasikën e basketbollit mes PS dhe Sigal Prishtinës, dy skuadrat që janë 2 nga 3 skuadra më të rrëfeshme në basketbollin e pas luftës. Bëhet fjalë për një rivalitet të kamoshëm sportiv dhe basketbollistik mes këtyre dy skuadrave, pa arritur apo pa filluar me detaje tjera të ndeshjes. Dëshiroj edhe t'i uroj festën e Fitër Bajramit gjithë besimtarëve musliman dhe të gjithë atyre që kanë agjeruar tër muajin e Ramazanit, duke uruar edhe një agjerim të pranuar gjithë atyre që sakrifikuan ushqimin dhe pijen për 29 ditë të plota. Si të tjetë, Peja që me to e mos duhet të marrë një fitore për të shmangur ndoshta një rrezik që mund vjen nga vllaznimi dhe që mund të humbasë edhe pozitën e 5 të tabelës, ndërsa në anën tjetër skuadra Sigal Prishtinës që mund të barazohet me fitore dhe
me humbje me skuadrën e Trepçës ku mund të ketë 17 fitore dhe 19 humbje. Ja dhe tabela Bashkimi që vazhdon të jetë kryesues e tabelës me 18 fitore dhe 8 dysuata, Trepça me 17 fitore dhe 9 humbje, ndërsa Sigal Prishtina me një ndeshje më pak zhvilluar, që pritet zhvillohet kjo e 26-ta me 16 fitore dhe 9 humbje. Kujtojmë që skuadra Sigal Prishtinës vije pas disfates në finalen e Ligës Unike, një finale që u mbajt apo një Final Four që u zhvillua në kryestetën e Kosovës në Prishtinë, ku në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve skuadra e Prishtinës në finale që u poshtë nga skuadra e vllazëdimit pas vazhdimit të parë. Kujtojmë që Prishtina arriti finalen duke eliminuar skuadrën nga Shqipëria, skuadrën e Peslidhjes. Sidoqë të jetë, pa haruar tashmë të flasim edhe për rosterin e skuadrës së PES që është në shëndrit llapin, Arti Hajdari, Tullio da Silva, Marcos Towns, Daryl Morsell, që sot është kryer për duajtur për PES, Ranuka Jamino, Dardan Berisha, Tristan Ipke, Benas Kristiunas, Lend Matoshi dhe Andi Amede, për të parë tash edhe rosterin e skuadrës së Sigal Prishtinës, e cila me Djerë Qeqirin, Patrik Shosha, Erik Kiterën, Pjani Ismaili, Dante Clark, Chris Rugova, Bardin Strefi, Rashid Mahal Bashic, Daniel Ekdreja, Norik Binqe, Gjoakin Zikor dhe Muhamed Ali Janjeva. Kujtojmë që në gjirën e fundit të Superligës së basketbollit të Kosovës, më saktësisht në gjirën 25, Prishtina falën të 25, po Prishtina mposhti skuadrën e Trepçës me rezultatin 85-79, kurse skuadra PES u poshtë në Suarek nga Golden Eagle Ylle me rezultatin 72-64. Është duke u zhvilluar ndeshja mes skuadrës së vllazëdimit të Borës, një ndeshje që është mbyllur pjesa e parë ku po fiton Bora me rezultatin 35-42. Përmendur tash edhe pesë startuese të dyja ekipeve, TP-ja do të jetë Arti Hajdari, Tullio da Silva, Marcos Towns, Dardan Berisha dhe Benas Grusiunas, për ta parë edhe grafikisht pesën e skuadrës vendase, ndërsa të skuadra Sigal Prishtinës do të jetë Ricky Terën, Dante Clark, Chris Rugova, Rashid Mahal Bashic dhe Muhamed Ali Janjeva. Sot nuk do të jetë në pesë Aslek Drejaj dhe Ashen Ismaili, që shpesh eri kemi parë që të nisin nga fillimi ndeshjes. Shohim edhe Armstead sbashku me Jalen Nesbit. Armstead kujtojmë që ka qenë dikur lojtar i Prishtinës dhe PES sezonën e kaluar, kurse Nesbit që vazhdon të jetë lojtar i Golden Eagle Yllit. Kujtojmë që Jetek Drejaj një ashtu që ka qenë ish basketbollist i PES për të marrë një aventurë të dytë me ekipin e apo për të ke pas një aventurë të dytë me skuadrën e Sigal Prishtinës. Ishte me Sigal Prishtinën në atë sezonën e Covidit, pas Covidit më mirë themi, që u anullua në 2019-2020, ishte me Prishtinën në sezonën 2020-2021. Ja dhe tresha gjyqtarëve me Gjelan Muminin, Gavnjem Shabani dhe Visar Bunjak. Për dëgjuar edhe himrin e Shqipërisë më pas për të pritur edhe startin e ndeshjes apo dhe Xhambove. Tashmë edhe instruksionet e fundit nga dy trajnerë, dy peshet nga Vilge dhe Krasovec. Ama mjaft kritika krye trajneri PES, sidomos me atë paraqitjen e çarregut të katërt të PES në ndeshjen e Suarek ndaj Yllit, kur skuadra PES për më shumë se rreth 8 minuta nuk ishte arritur të shënoj pikë. Duke i kushtuar kjo edhe me disuat, edhe pse në tre qerek po atë një paraqitje mjaft të mirë si në mos mësojnë. Vazhdojnë tashmë PES-ja që të kthehete, apo kërkon të kthehete Vitoria, kërkon që edhe në gjirën e 24 PES-ja kishte triumfuar ndaj Borës, ndërsa Prishtina që ishte mposhtë në 1 tetori ndaj Golden Eagle Yllit me rezultate 62-84. Edhe Sebastian Krasovec, trajneri i PES dhe Murat Vilge, ka qenë edhe ashtën trajner e Kandemirit, kur Kandemir ka qenë edhe krye trajneri i Prishtinës para 2 edicioneve. Më pas të gatuar Kandemir për të marrë detyrën e krye trajneri në atë sezon.
pikërisht Murad Bitke. Që të tjetë mes Kristiunas edhe Rashid Malbashic. Parë se kush do e nisë para. Ja dhe i këte në plan për parë që sot bashko me Marcel Aminat dhe Lapin do e nisë ndeshën nga banka, pajruar edhe Rënuka që shpesher e një parë tuaj edhe në pesën startuese. Malbashic, jo për shpirtomin të dhe një partitar, pare tashme janë e vendasit. Towns. Da Silva, heroet Atan Berisha. Shtetarë si Gal Prishtinës. Towns edhe një lojnë për një me Janjevën. Towns të të më vetë. Towns provon të tope për Da Silva, kripun i provan treshen. Jo për qënuar dueli me Kristiunas dhe Malbashic arrit marri bandit. Rashid Malbashic, rikë terën në aksionën e parë për Sigal Prishtinën. Terën për Janjevën. Pashtron mjaft mirë Berisha, dalje në gjysë distancë. Muk Janjeva mi pikët e para për Sigal Prishtinën. Towns. Towns të nëmën vetë. Duke që ka një faul të Janjevës. Dy të lira dhe tjenë për Towns të shdo Shabani. Janjeva që nuk pajdohet me vendimin e dhe nga gjyqtarët edhe pse kontakt ekzistoj në këtë duel mes Towns dhe Janjevës. Towns që ishte një munges të jetë e rëndësishme e pejes në duelin ndaj Golden Eagle Yllit. Shkaku i disa punëve familjare, nëse mund ta quajmë ashtu. Ishte larguar për disa ditë Towns për të rikthyer tashte skuadra Pejes ku shënon në gjuajtën e parë të lirë, që Towns që sbashko me Marcel janë edhe në forcimet më të fundit të ekipit të Pejes. Marcel që së njës nga banka, Towns nga banë në gjuajtën e dytë të Liriane, pase për Clark dhe për Ricky Tarrant. Pik të shpejta për Prishtinën, një katër, vënohet Peja kthehet prapa. Dardan Berisha. Towns. Pasimi për Kristiunas. Kristiunas për Towns. E Vizmir Towns të rriqet prapa, lojnë e për një me Clark. Towns zjetome për Ajdarin, i cili mener prova për 3 arti Ajdari. Për para zuan e 4 rezultatin. Clark. Dovan shkoj vetë për dorë tabele, nuk ka pik. Malbashic që mbuan për para Prishtinën. Malbashic nga vërsia për dorë tabele më të shënuar. Rashid Malbashic pikët e para. Shtetar e Breoganit në Spanjë. Towns. Heziton në gjuajtë, luan me Berisha. Ka pran Clark, tashmë Malbashic mundohet mbyll hapësirën. Kristiunas në duel me Festrogovën, jo kshati Kristiunas nuk ka pik. Malbashic me reboundin e dytë, ja topi filtron për ton të Clark. Clark me një jurës te për mashtruar Arti Ajdarin. Top të Clark, pikët e para edhe për të 4-8. Clark për pas 2 pikëve që shënoj tashko edhe një asist që bëri më herët në Ricky Tarrant, loja që ndalë me një time-out të krye trajnerit Krasovec. Parë se si të shkoj edhe Curia Pejes pas time-outit të marrë nga krye trajnerit të re.
Në akcion tashmë Peja. Pas timeoutit të thirrur nga trajneri Krasovec. Gjuajtje, Towns në gjysmë distancë. Adet shënon, pika 3 për Towns. 3 koha dhe Art Hajdari. Ta në këshashmësit e vetëm të Pejës deri tash. Rikiteren. Cestrugova. Clark Leroy, në tome në shtaj. Anjer Teren. Pasimin e tratësi për Malbashic. Malbashic zirtomi për Cestrugova. Rogova provon treshën. Jo për shënuar Hajdari. Ma i lartë me të marri bandën e mbrojtje. Towns. Në zbritje është e ti, për cilën Towns, hapësirën e ka, provon treshën, Towns! Ka qashtë e ti, përqizjet Peja me një 5-0 seri. Malbashic, provon të shkoj vesh, Jane për një me Kristiunas, është i dir Janeva, shërben për mrekullim Malbashic të aj, Janeva provon të zjertobin, don të Clark, Jane për një me Da Silvan, Jane pasim për Teren për Malbashic, Ganas provon treshën, Rashid, Malbashic jo për shënuar, Cestrugova i haruar, Muki Janeva në thelësi. Për shënuar pikë të leta Janeva, e për të thyër minimalisht tashmë e përsin Sigal Prishtina. Pika 4 të Janevës, loja që rëndarë dhe risa Art Hajdari. Janjer shojë në plan të parë. Treshën e Towns. Është edhe pika 6 e ti. Po ku ishte pika 6 e ti. E to me në shtash Towns. Pron tashmon Janeva, ka një personale aj. Berisha. Berisha, pasimi për Kristiunas. Një ukshë. Në floater shënon Kristiunas. Edhe aj pikët e para. Tarant. Rogovan. Anjer Janeva, pasimin e thellësi për Rogovan. Rogova për Malbashic në mesën shumë kundërshtarëve është fauluar. Malbashic, duke që më herët ka qenë fauli i Malbashicit për të parë sa do të jenë dëgjuar të tira për të apo jo. E jo, thot qytetari Bunjaku. Malbashic. Teren për Janeva, Janeva provon treshën, jo për të shënuar. Ka një faul në Hajdarin nga Clark. Towns. Berisha. Drejtar pranë tij, Berisha. Për Kristiunas, Hajdari, lëviz mirë, provon të shkojë vetë me të majtën Art Hajdari. Është fauluar. Në momentin e gjuajtës ka qenë Hajdari kur u ndal me faul nga Rugova. Ja dole të shënon për të ketë drejtën e dy të lirave Hajdari. Të lirë Hajdari, ashtu e numrat. Hajdari 3 pikë, 2 rebounde deri tash. Ka bananët e dytën Hajdari për Da Silva, mban për para Pejën, Da Silva. Provon të shkoj vetë për shënuar, nuk ja del Malbashic për Teren. Tarin shmon Townsin, Teren për 3, shënon Ricky Teren. 11 me 13. Towns. Ato i përgjigje, Towns për 3. Nuk ka pik, Da Silva me një tjetër rebound ofensiv. Për cilën Da Silva me fort. Një për një me Rogovan, Da Silva një ksha, nuk ka pik, Malbashic. Që luan me njerë për para me Clark. Teren është i lirë. Dueli me Towns, Teren për tjetër treshe. Ricky Teren. 11 me 16, Prishtina. 5 për para janë ata, pika 8 për Ricky Teren. Towns, pasimi shumë i mirë, prerja shumë e bukur e Da Silvas. Peti propa në mbrojtje Cestrugova. Ja, njerë, asistin briljant, Towns për Da Silvan.
Jo, i momenshëm në mbrojtje Fesë Rugova në këtë situatë. Clark. Clark e pase për terën, djertjeli gabuar, shumë i lartë. Vetëm 4. Lojtar amerikan sonte në skuadrën për sterën e Prishtinës. Preciunas arrin t'ja vija Tobin Clark. Kundërshpritja është e Rugovës. 3-2 Prishtina në kundërshpritje. Clark e tjetër Tomi Umërgaj. Towns Sarale që e vjell. Për cilën Towns. Pasimi për Kriciunas. Të ajnë e përnë me malë Pashës. Kriciunas në Vizmir. Gjuajnë në gjysë distancë nuk ka pikë. Arti Ajdari nga vërsia asaj nuk shënon Rugova kësaj rade. Arrin ma rebound. Terën. Rendëndim të vija Rugova, trivnimet janë bukurë nga Terën. Terën dhe pase për Janjevën. Një backdoor prerje nga Muki Janjeva. Pika 6 të Mukit. 8 ka Terën që është më i daluarit e Prishtina. 5 për pare janë prapa ta Towns. Berisha, pak i bërejtu në sojnë të peja. Berisha. Për Kriciunas, Arti Ajdari, Benjar provon treshën. Jo kësaj rade për qënuar, Mal Pashic për Clark. Shënë sa shpejt dhe në kundërshpritje skuadra Prishtinës, ja Rugova. Nga vërsia Rugova shënon, vazhdon muaj në pjesën e lyer peja. Sa shumë pik të leta ka shënuar Prishtina. Nën kësh duke mos u vendosur në kohë në mbrojtje lojtarët e pejës. Towns. Towns sa mbrojtje për mrekulli ka një faul në të. Dojmë që për Prishtinën, kjo është faul i fundit që kishë për të. Sikor që do inkuadrohet. Rashid Mal Pashic që lë vendin për të. është ullër edhe Kriciunas, në vendin e ti Ranukaj. Një ashtu edhe Morsel në parket. Që ka zënëcuar Hajdarin. Da Silva, Bizikor treshja. Në ka pik Rugova. Arin të kontrolloj pas shumë prekjeve reboundin në fund. Terën. Clark. Clark, qonë mbrojtjen, shkon vendet e përtem. Clark, të përshpirë gjuajtja. Nuk ka pik, për e në dënë tjetë fauluar. Clark, dhe në kemi teknike për të Clark. Nuk e farë gjistare Momini. Da shta Fjallori, apo Toni. I zërit të Clark nuk ka qeni pranueshëm për gjistare Momini. Ka Fatlin Shoshaj, që bëhet gale për të inkuadruar e shtetari PS. Ja të shojmë se a mund të kuptojmë për avërsisht se çfarë kanë gjarë mes Clark dhe gjystarin Momini. Berisha tashmë në gjojnin e lirë që shënon Dardan Berisha me topin të vazhdoj tjetë tashmë peja. Me Clark që është ullën. Berisha. Në balore provon treshën. Në ka pik Berisha, Janjeva për Terën. Cilën Terën, Rugova. Prerja Shoshaj, ka një faul të Berishës në Fis Rugovën. Terën për ta kryer rivënien. Ka betur 17 sekonda në aksionin e Sigal Prishtinës. Terën, pasimi për Rugovën. Në mesin e dy kundërshtarëve, Rugova nga vërsia ja del. Gjej pikët e radhës, Fis Rugova, pika 4 dhe ti. Dojmë kërkua dhe 3 rebound dhe një asist Rugova. Towns. Towns, pasimi për Ranukaj, në mesin e dy kundërshtarëve, mrekullueshëm në lëvizje. Ranukaj për gjetur pikët e para. Terën. Pasim për Sikor. Arrin
Ta kontrolloj disin Zikor, lojnë e për një me Ukaj, është i di Shoshaj. Zikor provon bëjnë një kick-out, por ja treshja Terent! E treta, 3-3 në lojnë jashtë perimetrit, Riki Terent! 9 përpara Prishtina. 11 pika Terent për të përgjigjur. Morsell ja del për me një dyshe. Terent në flok në gëqerek të parë. Janjeva. Provon për i vendosën në thellësi. Zikor, lojnë e për një me Ukrajnë. Zikor në gjysë distancë. E pa kontestuar gjuajtja nga Ukaj për Zikor. Morsell. Berisha lirohe. Ka pran Janjevën. Berisha vazhdon baj topin. Berisha lëviz perfekt. Berisha së nëma për para. I mrekullueshëm. Tak Berisha. 20 me 27. 6 sekundat dhe tjetë diferenca mes Qerekut dhe Kosën mbetën në akcion me Sigal Prishtinën. Terent. Pasimi për Shoshaj. Shoshaj pasimi me një ersha për Zikor. Zikor me forcë më do t'i afrohet Koshën. Zikor një gjojnë tjetër e vështirë. Shënon Zikor 20 me 29. Ta Silva duhet provojnë nga kjo distancë gjuajtën për 3, por jo vërçënuar. Në byllë kështu 20-29, një impakt shumë i mirë nga Zikor nga banka që shënon 4 pikë, por më i merituari në qerek të parë për Prishtinë, më i dalluari më të themi, ishte Riki Terent me 11 pikë, asnjëherë nuk ka bërë në gjuajtje 3-3 në gjuajtje për 3 pikë, dhe ka shënuar një herë në gjuajtje për 2 pikë për skuadrën e Prishtinës kontriboi edhe Janjeva me 6 pikë, ndërsa Tepeja me 6 pikë ishte Towns dhe nga 2 nga banga që kontribuan Morsell dhe Ukaj, 3 pikë dhe Ardan Berisha. Ja, ju nellë me të pamet më të mira nga Qereku i parë për të kthyer apo për të dëgjuar me të dytën. Ja, Qereku i parë mjaft interesant për që e dalluar në aspektin ofensiv më të themi është skuadra e Sigal Prishtinës, ku shohim edhe disa nga statistikat apo nga numrat e Qerekut të parë. Nisur tasha dhe Qereku i dytë mes PS dhe Prishtinës 20-29. Epilogu i Qereku të parë, më i dalluar Riki Terent me 11 pikë. Por një lojë mirë edhe nga Rugova me 4 pikë 3. Reboundet e Sigal Prishtina. Po me dhe Lek Drejaj. Dhe të parë në parket. Dhe që Lek Drejaj pati mundësin me 2 gjuajt e tjera të fitoj edhe trofeun e Ligës Unike, skuadrës së Sigal Prishtinës, për në të dyja gjuajtet nuk ja doli të shënoj për t'i siguruar overtime-it më pas apo vazhdimet për vllaznimin. Foul në Clark, tashmë pikërisht Clark për të bërë rivënje. Lek Drejaj, Clark, Zikor, lojnë e për një me Da Silva, edhe Aminot të basket për Peje. Zikor, foul është në sol. Vendosja mjaft e mirë e brazilianit. Aminot. Kampion me Trepçën së fundmi në sezonën e tij të parë me ekipin e Peje, Sikpe. Gjysë distancë, nuk ka pik. Clark, cilë me dhe avancimin e Lek Drejaj. Clark vazhdon baj topin. Zikor provon vendosën tuaj në për një me Uka. Ja prerja shumë e mirë nga Fatin Shoshaj. Pik të leta për një shtritarin e Pejës, që janë të para në ndeshje. Në 2 shifra tashme përsia e Prishtinës. Morsell. Morsell ljeviz mirë, shë hapësirën. Sulmon mjaft mirë për qënuar në gjysëm distancë. Për Morsell, kjo është pika 4. Clark, Malbashic. Shoshaj, ka hapësirën, provon treshën, Shoshaj nuk shënon. Ikbe, më i lartë për të marrë reboundin e mbrojtje, Aminot. Është dërsi për të kontrolluar topin Hot. Hot Sulman vet, duan me Da Silva, tashme luajnë për një në mismatch me Fatin Shoshaj. Da Silva provon të rrotullohet, ka një foul. Apo jo, gabim në hapa.
Janë gjikuar to për brazilianin Da Silva. Topi humbur kjo për Pejen. Shojmë dhe njerë. Lëvizje një mirë të kontrolluar të Da Silvas për Pejen. Kjo është topi dyti humbur. Arti Hajdari kthejnë në parket. Ule Da Silva. Clark. Ka Marcia, nuk shënon. Ukaj. Ajlartë për të marrë reboundin. Daryl Marcel në kundër zbridi. Ik për shtili. Vazhdon të pajtomin Marcel. Lojanja për një me Shoshaj. Marcel. Në quajtje vështirë. I mrekullueshëm. Daryl Marcel. Pika 6. Shoshaj. Një pasim. Gamal Bashes për Zikor nga Marcia. Pik të leta për të. Zikor pika 6 e ti. Pot. Hajdari. Marcel. E si të në gjuajtë. Ka pranë në këndrejaj. Ikpe. Të provoj treshën aj. Shanon Ikpe. 27 në 33. Arin të angushtoj në 6. E vërsin e Prishtinës skuadra PS. Kujtojmë që në 11 shtepërsia tëre më e lanë. Zikor është fauluar. Dhe të jenë 2 gjuajtë të tira. E për të. Pika shënuar Prishtina nga pjesa e lyer. Kjo të regon edhe për mbrojtje një të mirë të PS, sidomos në katër e part. Hot. Provon të sulmoj vetë. Pasimi për Ikpe në le dalë jashtë topi. Clark. Shoshaj. Apo është Mal Bashi qaj që kontrolën topi. Clark. Apet në këndrejaj. Tentonin për Clark. Clark. Në faqë shkon. Pas topi për një këndrejaj, që në mënëve të bëjnë një prerja i fundit. I vetë këtë luaj të raminat, edhe 7 sekundat të tjenë në aksionin e Sigal Prishtinës. Clark. Dhe që të zgjidhë vetë situatën aj. Dante Clark, luajnë e për një me Marcel. E një driblim jo i regull nga Clark, topi humbër i Prishtinës. Ricky Terran bëhet gati për të këthyër. Pikërisht të tjetë Clark aj që të lë vendin. Marcel. Marcel. Pasimi për apo ka qenë fali Towns. Towns tash më provon treshen. Jo kësaj radhe. Zikor. Rebound në mbrojtje. Ricky Terran. Në 11 pikën e çerikun e parë. Shojmë lëvizjen e Terran. Ka një foul. Të Daryl Marcel. Nuk pajtohet Amerikani i PS. Daniel. Lëvizjen e Terran dhe mbrojtjen e Marcelin e të që u gjykua si ju e regullt nga gjystari Mumini. Terran. Mal Bashic, pasimi për në Zikor. Dhe për një me Ikpen, Zikor. Edhe një në gjysë diston gjuajt e kësa radhe jo i sakt. Rënukaj për Towns. Marcel, mbi Terran për 3. Airball. Drejaj në ngute dhe le Terran që të organizoj aksionin e radhës.
Terën, në mbrojtje e mire, Marcel për të larguar topin. Arti Hajdari, kundër zbritës të 5, Marcel provon shkoj vetë në layup. E me një dojë me një time-out, Murat Bilge, kryet trajneri Sigal Prishtinës. Vetëm në gjarë të vërësia mysafirëve, në qelek i dytë i mirë deri tash, i luajtur nga skuadra 5 se po fiton me rezultatin 9-6. Ja një atovi umër nga Terën të Arti Hajdari që nisi tranzicionin e 5, madje edhe që asistoj të Daryl Marcelli, cili mbylli mjaft mirë në kundërzbritje të vendaze, duke detyruar edhe kryet trajnerin e ekipit të Sigal Prishtinës Marta dhe të ketë opë qëtare të ti. Pas time-outit të thirrën nga kryet trajneri Murat Bilge. 5 minuta 45 sekunda lojë në pjesën e parë. Rezultatet që vjen të jetë 29-35. Shoshaj për Terën. Pasimi tashmë për Mahon Bashes, Lengdreaj nga vërësia. Dueli me Ukajn, qëllon një gjuajt e mjaft të vështirë Daniel Lengdreaj. Du janë pikët e para për qytetarën e 5 në bashkimin e top humër nga Towns. që vërpejen është topi 4 i humbër. Si tashmë Prishtina s'ta kthejnë në 2 shifra e përsin. Terën, e pasi për Mal Bashic. Mal Bashic, prerja Lengdreaj, derohet Shoshaj. Shoshaj për Lengdreaj, duele me Towns, ka një faul të Townsit. Faul i 4 të ekipor kë për ekipin e PS. Mal Bashic. Terën. Terën. Pasimi për Mal Bashic. Është i lirë Lengdreaj. Provon për 3. Daniel Lengdreaj. E fort gjuajta nuk ka pik. Mal Bashic. Që mbohen Prishtinë për një aksion tjetër. Ja Mal Bashic. Një pasim jo i mirë për Zikor. Top i humbur tashmë nga Mal Bashic. E një faul i Lengdreaj në Towns. Aminat. Neva dhe Clark bënduat për të këtyre të Prishtina. Marcel. Pasimi për Hajdari. Hajdari lëviz mirë. Hajdari shkon vend në leja me të majtën. Dhe përgjëson Ikpe. Për Ikpe në shpika 5. Terën për Lengdreaj. Zikor në balore, provon gjuajtë për 3, fort nuk ka pik. Griciunas, rebound në mbrojtje, Aminot. Ka një faul të Shoshaj, faul i 3 dhe kipor kjo nga Sigal Prishtina. Clark dhe Janeva, pas në vendin e kujtë inkuadron ata. Shoshaj do largohet, në shumë gjas edhe Zikor. Paraqide mjaft e mire. Zikor për 8 minuta në parket, shënoj 8 pik bërë dhe 2 ribande. Jashtë të kohë 2 asiste, largohet Hajdari. Për të këtyre Dardan Berisha në parket, kujtojmë që Dardan Berisha ka 3 pik e 1 asist deri tash.
4 minuta 10 sekonda lojë deri në përmendjen të pjesës së parë. Marcel. Griciunas. Një gjuajtja vështirë në mesin e dy kundërshtarëve, nuk ka pikë tek Drejaj. Rebound në mbrojtje. Clark në fundëzbritje për Prishtinë, shohim lëvizjen e shpejtë të Clark për Chef Clark, ka vënë në hapa. Qetër top i humbur nga Clark. Topi 4 i humbur nga ai. Da Silva në vendin e ikpes. Berisha. Masim është i gabuar. Peja që nuk arrin ta përfundoj një akcion. Kam i humbër në i Berishës. Për Dardani, kjo është topi parë i humbër dhe i pesti i Pejes. Tarrant. Për Janjeva. Dueli me Da Silva, Janjeva. Lek Drejaj, dueli me Berishën. Pasim i gabuar i Lek Drejaj për me fatel për Janjevën. Janjeva, zërë topin jashtë për Tarrant. Tarrant nga kjo distancë për 3. Nuk ka pikë Griciunas. Ma i lartë për të marrë reboundin, në tranzicioni shpejt i Pejes, Marcel. Lënja për një me Lek Drejaj, çfarë lëvizje bukur. Daniel Marcel, 33-34. Tjetër timeout nga Murat Bilge. Solid arrin tashmon Lek Drejaj. Realizuar në layup, Daniel Marcel. Shoj më njerë, në zbritjen e tij me ta majta për përfunduar aksionin. Për të marrë momentumin. E për fituar një ritëm në lojë Peja tashmë. Timeout i Prishtinës në pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Tarrant. 13 minuta gjysmë në parket. Malbashic. Tarrant. Vetëm në 2 posedime vërsia Prishtinës. Përse në 11 të vërsia më e lartë, nuk ka më faull për dhënë Peja. E për Rashid Malbashic do t'jenë 2 gjuajt e tira. Malbashic që ka 2 pikë shënuara, 7 rebounde. Ja, në pasimi Clarkit për Malbashic. Për fillimisht para se shkoj topi ta kishte pasur në shtyrje jo të rregullt sipas dështarëve të Griciunas. Malbashic gabon në gjuajtjen e parë të tij. Bëhet box out nga kryetrajneri Krasovec. Saktë të dytën Malbashic. 3 dhe ti 7 rebound dhe 1 asist nga numrat e tij deri tash në këtë pjesë të parë. Hot. Kapacitetin e gjuajtje 59% për Prishtinën, 46 për Pejen. Griciunas, në mbrojtje e mirë Lek Drejaj, topi kthehet për të. Aminot, mashtron Tarantin, hot për 3. Topi nuk futet brenda Griciunas. Berisha. Pasimi perfekt për Griciunas, është fauluar nga Lek Drejaj. Për Lek Drejaj do t'jetë personalja e dytë. Shojmë anerë sa bukur. Shek kanalin e pasimit Berisha për ta quar topin pikërisht aty te Griciunas, e cilën në fund të ndalë me faul. 2 pikë për Griciunas deri tash kjo është e treta.
Qavan anët e dytën aj. 35-38 në cimet e peja. Saksisht argojnë Marcel për të inkuadruar Ikpe. Ullje në mesin e duar trepitjeve dhe ovacioneve të merituara këto për Marcel, i cili nga banka shënoj 10 pik. 10 minuta e gjysmë loj. Tarrant. Pasin të prava për Clark. Clark për Mal Bashic. Mal Bashic për Lekndreaj. Lekndreaj, Mal Bashic. Gavërsia. Përdor tabelën për të shënuar pika 5. Për Rashid Mal Bashic, i cili pretendon e tjetë fauluar në momentin e gjuajtjes. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit të pjesës së parë. Aminat. Doman të rohet Berisha, ka një faul të Clark i dukshëm. Pak të reqen e Clark në Ikpen për Clark. Kjo do tjetë edhe personalja 3 në qëfë se s'gaboj. Është pikërisht personalja 3 për Clark. Shtina tashmë që në kamë faul e për thënë. Shanan Ikpen e gjuajnë e parë të lirë. Ka të lirë atë parin të afrohet të mëtej në rezultat skuadra Pejës. Ikpen ka bënë e gjuajnë e dy të lirë Gjimsi Jonas me rivanës të ka faul të Tarrant. Gjuajnë e tira dhe të tashme për Gjimsi Jonas. Ka shpjegim dhe Tarrant për atë çfarë apo për qedur arsyen se dhanë e faul e Mumini. Se në qysh në pame të parë të kontakti e starantit dhe Gjimsi Jonasit e luftën se kush ma reboundit. Jonas Arshajrave i saktë të të gjuajtjet e lira. 38-40, kujtojmë që Prishtina në këtë pjesë të parë ka pasur e përsin për 10 pikve tashmë. Vetëm në 2 është kryer e përsin atyre. Tarrant ende i pa pikën e këtë qerek të dytë. Një mbjerë që nëjnë të pare. Mal Bashic, prerja në Lekndreaj. Është lirë Clark, Mal Bashic provon vetë, lakë për qënuar, Da Silva. Arrin tashmon Mal Bashic, Da Silva për Berisha, Berisha pasini për Gjimsi Jonas. Gavërsia Gjimsi Jonas për paratuar. Qeçka barabat në 20. Super paraqitje nga Gjimsi Jonas. Në pikoj. Super atmosferë në Karagoqi. Rike Tarrant. Tarrant për Janeva. Martële kundërshtar, Janeva për matë shkaj vetë. Janeva ka faul dy tira të bje për të. 6 pinga Janeva deri tash. Tashmë ka një time-out të thirrur nga krye trajneri Pejës. Sebastian Krasovec. 1 minutë e 5 sekunda loj, 40 i barabartë rezultati. Janeva me dy gjuajtje të lira. Ja, numrat e Gjimsi Jonas. 11 minuta në parket, 8 pike, 4 rebound, 2 prej tyre në sul. Janeva që shënon në gjuajtjen e parë të lirë. Pika 7 për Mukin. Kjo është e 8. Sak në 2 atë Janeva.
Sjella për të marrë vërsim Peja. Një gabim nga Aminot me Vanes të shën topin aj. Kjo nuk i duhe ndoshta Pejës. Do s'peja dhe momentumin dhe ritmin e lojës për ta ndoshta. A një minut saktësisht lojë në pjesën e parë. A do shfrytëzoj këtë gabim të Aminot Prishtina. Në dy mendje. Hatat luante me Dastilvën apo me ndër një bashkëtar tjetër. Malbashic. Lerohet Terran, Malbashic. Synimin e ka të shkoj vetë, përmëndoj vetë aksionin, nuk shënon, për ka faul në sfund të Malbashic. Dy gjuajt e tira të tjerë. Për Kric Junas, që sunte. Edhe Retaç ka qeni pak gabueshëm 4-4. Zikar. Dhe kuadruar në vendin e Malbashic, personale e dytë e tij. Ka bën Kric Junas fajrove. Bet mundësin që barazoj rezultatin edhe Peja. Ka bën anë të dytë në Kric Junas, Clark. Tarant, Zikar. Clark provon për 3. Ka pik, Da Silva. Arrin ta kontrolloj. Edhe reboundin në mbrojtje, Aminot. Da Silva, Berisha. Berisha lojën e për një me Janjeva. Berisha në ballore për 3, nuk ka pik. E duket që tashmë gjithë koha mbetur dhe tjetë me skuadrën e Prishtinës. Do tjetë një zëvendësim, do largohet Janjeva për të inkuadruar Fatlim Shushaj. Tarant, 9 sekunda. Gjithë një Tarant, krijohet hapësira, provon në ballore treshën, jo kësaj radhe Tarant për të shënuar. Ja mundësia shumë e mirë për Aminot. Të shohim se e ka lëshuar në kohë topin Aminot për momentin. Pikët nuk janë pranuar për Pejën dhe Aminot. Do mbetet 40 me 42 rezultati, duke që kështu është gjykuar. Më i dalluari për Prishtinën. Riki Tarant me 11 pik. Por loja mirë nga Janjeva me 8 pik, kurse Malbashic me 5 pik e 7 rebound dhe kontriboj Jallen janë nga përsëritja. Duke qartë që nuk e ka lëshuar në kohë topin Aminot. Dërsa te Peja, më i dalluari mund të themi që ishte Morsell me 10 pik shënuar. Loja mirë nga Towns me 6, 8 patja dhe Kric Junas. Në pauzë me 15 minuta mos u largoni për të kthyer më pas me pjesën e dytë në Karagaqe mes klasikës së basketbollit Peja Sigal Prishtina.